Vllaznia ka nisur përgatitjet për një transfer të vështirë këtë javë në Abisnet Superiore, teksa do të përballet me TU-tën në Durrës në një ndeshje të rëndësishme për javën e 22 të kampionatit. Kuqeblut synojnë të vijojnë sërinë e rezultateve pozitive, por kjo sfidë do të ketë një pengesë të madhe për stafin teknik dhe trajnerin Edi Martini. Shkodranët do të duhet të bëjnë pa një nga shtyllat e prapavijës, siç është Elmando Gjini. Mbrojtësi 23 vjeçar i cili këtë sezon është ndërruar në titullar fiks dhe një nga elementet më të rëndësishëm të vllaznisë, nuk do të jetë i gatshëm për këtë takim delikat. Shkaku i mungesës së Gjinit lidhet me kartonin e verdhë të marrë në minutën e 87 në fitoren e fundit 1-0 ndaj Partizanit. Ky ndëshkim rezultoi vendimtar pasi mbrojtësi plotësoi numrin e kartoneve dhe automatikisht u pezullua për ndeshjen pasuese në kampionat. Mungesa e tij përbën një mungesë të madhe për repartin defensiv të kuqebluve, duke marrë parasysh sigurinë që Gjini ka dhënë në prapavi gjatë gjithë sezonit. Në fakt, përballë një TU-te që tradicionalisht luan fort në shtëpi, vllaznia pritet të ketë vështirësi shtesë. Në këto kushte, Melos Bajrami pritet të marrë vendin e Gjinit në qendër të mbrojtjes. Për Bajramin kjo do të jetë një mundësi rëndësishme për të treguar vlerat e tij, ndërsa vllaznia synon të ruajë ekuilibrin dhe të largohet nga Durrësi me një tjetër rezultat pozitiv.